Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Ju nuk keni për të bërë krenar për aq kohë sa komplimentat dhe lëvdatat që ju bën, do t'ja jepni atij që e ndjeni se i takojnë me të vërtetë. Mirë se vini në emisionin e sotëm, Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Të gjithë duan të vlerësohen dhe të përgëzohen nga të tjerët për arritjet e tyre. Është e natyrshme, por për të krishterët, lëvdatat mund të kthehen në kurthe të rrezikshme dhe më e dukshme ndër to është krenaria. Disa fjalë të bukura nga dikush që e vlerësojmë mund të çlirojnë një ego të fryrë. Kur ndodh një gjë e tillë, ne ngrem veten tonë lart për të rënë më pas në gremin. Sepse ashtu siç Bibla thot tek Fjalët e Urta, kapitulli 8, vargu 13. Frika e Zotit është të urresh të keqen. Unë e urrej kryelartësinë, arrogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur. Perëndia i kundërvihet njeriu të kryelart. A do të thotë kjo që nuk duhet i pranojmë vlerësimet e atyre që na rrethojnë? Jo, padyshim që jo. Sot do të mësojmë se si të pranojmë komplimentat pa i lejuar ato të përkëdhelin krenarin tonë. Dëgjoj me vëmendje mësimin praktik të Dr. Stanleyt dhe mëso se si të merresh me kritikat dhe lëvdatat. Dëgjim të këndshëm të gjithëve. Të gjithëve na pëlqen kur lavdërohemi sinqerisht nga dikush, por kur vjen puna te kritikat, nuk ne ka shumë qefi t'i dëgjojmë. E vërteta është se gjatë gjithë jetës tonë, do të marrim qoftë lëvdata, qoftë kritika. Ndonjëherë ndodh që marrim shumë nga njëra anë dhe jo aq shumë nga tjetra. Por kritikat dhe lëvdatat janë dy gjëra me të cilat duhet të mësojmë se si të jetojmë. Mendo se sa mbrestlënse janë këto dy emocione. Që të dyja janë emocione të fuqishme që shkaktojnë një efekt të pamas në jetën tonë. Nëse unë dhe ti do të reagojmë në mënyrën e duhur ndaj kritikave, kjo gjë do të na rrisë. Nëse do të përgjigjemi në mënyrën e gabuar, kjo mund të na shkatërrojë. Kështu ndodh edhe me lëvdatat. Nëse do të reagojmë në mënyrën e duhur, ato mund të na frymëzojnë dhe motivojnë. Nëse do të përgjigjemi në mënyrën e gabuar, mund të na shkatërrojnë. Në këtë mesazh dua t'ju flas se si të merremi me kritikat dhe lëvdatat. Hapini Biblat tuaja tek Fjalët e Urta, kapitulli 15, vargu 22. Planet dështojnë ku nuk ka arsye, por realizojnë atje ku ka një mori këshilltarësh. Pastaj tek Fjalët e Urta, kapitulli 27, vargu 2. Lexojmë: Le të lëvdoj një tjetër, dhe jo goja jote, një i huaj, dhe jo buzët e tua. Askujt nuk i pëlqen të dëgjoj kritika. Ndryshe qëndron puna me lëvdatat, por le të mendojmë pak për të dyja këto, sepse kritikat, edhe pse janë më të vështira për të pranuar, janë më fitimprurëse se sa lëvdatat. Këto të fundit, edhe pse mund të jenë më të dashura për veshët tanë, shpesh herë mund të jenë shkatërruese. Në rast se ne nuk merremi siç duhet me lëvdatat, ato mund të na shkatërrojnë. E njëjta gjë mund të ndodhë edhe në rast se nuk i trajtojmë kritikat në mënyrën e duhur. Prandaj është shumë e rëndësishme të dimë se si të merremi qoftë me njërin, qoftë me tjetrën. Edhe pse nga të dyja, më shkatërruese mund të jenë lëvdatat, sepse kur një person bëhet shumë egocentrist, krenar, arrogant dhe i vetkënaqur, po shkon drejt shkatërimit. Sepse Bibla thot tek Fjalët e Urta, kapitulli 16, vargu 18, krenaria vjen para rënies, përpara shkatërimit vjen kryelartësia dhe përpara rrëzimit fryma krenare. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm për mënyrën se si trajtojmë lëvdatat në jetën tonë. Si duhet të reagojmë ndaj kritikave, po ndaj lëvdatave. Tek Fjalët e Urta, kapitulli 27, vargu 2,
Lexojmë se unë dhe ti duhet të lëm dikë tjetër të na lëvdoj dhe jo të lëvdojmë vetveten. Le të lëvdoj një tjetër dhe jo goja jote, një i huaj dhe jo buzët e tua. Kur u mendoj për kritikat, mendja më shkon tek ata njerëz që kanë të vështirë të merren me to. Por ç'ndodh me lëvdatat? E dini se shumë njerëz e kanë më të vështirë të merren me lëvdatat se me kritikat? Për shembull, ka njerëz që kur u thua ke bërë një punë fantastike, faleminderit shumë, ata përgjigjen: nuk e bëra unë, Perëndia e bëri, unë nuk bëra asgjë. Në këtë mënyrë, ata tregojnë se nuk din të merren me lëvdatat, ose do të thonë, unë nuk kam asnjë merit për këtë. E kanë të vështirë të pranojnë madje edhe një kompliment të vetëm. Ata nuk mund t'i pranojnë lëvdatat. Përse? Sepse dikur mund t'i ke lënduar kaq shumë sa që ndihen të padenj. Prandaj, edhe kur ju dëshironi t'i përgëzoni me sinqeritet, t'i mbështesni dhe lavdëroni sepse mendoni që e meritojnë, ata nuk mund të pranojnë, sepse emocionalisht janë të bindur se janë të dështuar, nuk e meritojnë ose nuk janë të denj. Dhe kështu kur i lavdëroni, është njësoj sikur t'i hedhësh krip një plagë të hapur. Ajo djeg thumbon, sepse mendojnë jo, nuk e shpreh me fjalë, por mendojnë për brenda jo, nuk e meritoj. Mos më lavdëro. Ajo që nuk kuptojmë është influenca që kemi ne në një marrëdhënie. Një nga arsyet kryesore që kemi të vështirë t'i lavdërojmë të tjerët është sepse ata e kanë të vështirë t'i pranojnë lëvdatat dhe e gjitha kjo sepse ndihen fajtor. Shohin prapa në të shkuarën dhe ndihen të padenj për shkak të gjërave që kanë bërë ose që mund t'u kenë ndodhur dhe kur ti shkon e u thua se sa mirë duken, sa mirë po ja dalin, ata nuk mund ta pranojnë. Diçka brenda vetes nuk i lejojnë t'i shijojnë lëvdatat. Disa njerëz lëndojnë një lloj si nga lëvdatat, ashtu edhe nga kritikat. Përse? Sepse ajo që ti thua apo nuk thua, nuk është burimi i problemit të tyre. Burimi është diçka që ka ndodhur në të shkuarën me të cilën as nuk njihen dhe as nuk po merren. Është shumë e dhimbshme të merresh me të. Kështu që çfarë bëjnë? E mbulojnë dhe e mbysin. Ata do të bënin gjithçka përveç se të shohin brenda vetes dhe të thonë çfarë po ndodh me mua. Mendo për këtë. Përse nuk mund t'i pranosh lëvdatat? Përse nuk e pranon dot një kompliment? Përse nuk mund t'i pranosh kritikat? Çfarë po ndodh brenda teje? Sepse qoftë lëvdatat, qoftë kritikat vijnë nga burime të ndryshme, nga njerëz të ndryshëm. A e kanë gabim të gjithë këta njerëz? A janë ata duke ju bërë presion sepse dëshirojnë t'ju përgëzojnë? A e kanë gabim të gjithë këta njerëz që duan t'ju japin disa këshilla ose ndoshta të shprehin diçka? E vërteta gjendet në këtë pyetje. Cili është kuptimi i jetës? A mos vallë ka të bëjë me gjërat? As pak. Jeta vërtetet e gjitha rreth marrëdhënieve. Gjithçka në jetë është të mësosh të komunikosh me njerëzit e tjerë, të jesh i aftë të dëgjosh çfarë thot personi tjetër. Jo çfarë mendoj unë se than, ose çfarë dëshiroja të dëgjoja unë, por çfarë kanë thënë ata në të vërtetë. Tani mendo pak për këtë. Zoti Jezus Krisht është me siguri personi që do të na lartësojë. Nga e di unë këtë, sepse mendoj që kur unë dhe ti bëjmë gjën e dur në një situatë të caktuar, duke u përballur me një tundim ose diçka për të cilën ai po na sfidon të japim ose të bëjmë, çfarë do qoftë, a mendoni se Perëndia në qiell po thotë ke bërë një punë shumë të mirë? Jo, unë mendoj se Perëndia padyshim na lartëson në mënyrën e dur, jo sepse e bëm ne, por sepse e di se në zemrat tona ne dim thellë që e bëri ai. E dim se ai jeton në ne dhe përmes nesh. Perëndia di se si ta shquaj krenarin në zemrat tona. Ju nuk keni përse të pyesni veten nëse Perëndia do të gënjehet apo jo. Kur i japim meritën dhe nderin për gjithçka që ndodh në jetën tonë dhe bëjmë mirë gjithçka për të cilën na ka thirrur, ai kënaqet. Një arsye tjetër pse mendoj se është kështu, është sepse në ditën e gjykimit, kur unë dhe ti të qëndrojmë para Perëndisë, ai ka për të na lavdëruar. Çfarë janë shpërblimet? Janë lëvdatat. Tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 25, vargu 23, lexojmë: Dhe Zoti i tij i tha: Të lumt, shërbëtor i mirë dhe besnik.
Ti u tregove besnik në gjëra të vogla. Unë do të vë mbi shumë gjëra. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Çfarë po bën ai këtu? Po na përgëzon për punën e mirë. Cili është kuptimi i këtij pasazhi? Një njeri provohet nga lëvdatat që merr. Kjo do të thotë se unë dhe ti mund të shohim se si përballojmë lëvdatat njerëzit e tjerë. Disa mund të mos i përballojnë edhe aq mirë. Dhe po ju them se edhe unë kam gabuar disa herë në jetën time duke lavdëruar disa njerëz, sepse kam ndier me të vërtetë në zemër për ta bërë këtë gjë. Isha krenar për atë që kishim bërë dhe për mënyrën se si e kishim bërë. Por ja se çfarë kam zbuluar nga kjo. Disa njerëz nuk mund t'i përballojnë dot lëvdatat. Në vend që t'i marrin dhe t'i trajtojnë me mençuri, çfarë ndodh? Ato shkojnë në mendjen e tyre dhe jo në zemër, dhe shpejt fillojnë të nxjerrin tentakulat për të treguar që duan gjithmonë e më shumë lëvdata. Dhe fillojnë të jetojnë me lëvdatat tuaja dhe kur nuk u jepni mjaftueshëm, fillojnë të kritikojnë. Disa njerëz thjesht nuk dinë se si t'i trajtojnë lëvdatat. Ne duhet të tregojmë mendjen pret që jo vetëm të dimë çfarë është për t'u lavdëruar dhe çfarë jo, por edhe se sa lëvdata mund të përballojnë një person. Shpeshherë ato i shkatrojnë njerëzit që nuk mund t'i përballojnë dot. Ata nuk dinë se si t'i trajtojnë. Lëvdatat shkojnë në mendjen e tyre dhe jo në zemër dhe e dëmtojnë planin e Zotit dhe qëllimin e Tij për jetën e tyre. Shkrimi na tregon tek letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 3, se ne nuk kemi përse të bëjmë asgjë me qëllim që t'u pëlqejmë njerëzve. Letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 3, vargjet 23 deri në 25 thotë: Dhe çdo gjë që bëni, ta bëni me dëshirë të mirë si për Zotin dhe jo për njerëzit. Duke ditur se nga Zoti do të merrni shpërblimin e trashëgimisë, sepse ju i shërbeni Krishtit, Zotit. Por ai që punon padrejtësisht do të marrë shpagimin për gjërat të padrejta që ka bërë dhe nuk do të ketë anësi për asnjë. Më është dashur të mësoj që në moshë të re, se nëse do të bëj diçka në shërbes, duhet ta heq një gjë nga mendja. Çfarë mendojnë të tjerët për mua? Nëse më miratojnë ose jo. Mënyra se si ti i pranon kritikat është mënyra se si do të pranosh edhe miratimet. Dhe mënyra se si i pranon lëvdatat është më shumë se sa mënyra se si i pranon kritikat. Asnjë prej tyre nuk ka për të pëlqyer. Me fjalë të tjera, nëse ti nuk tregohesh i kujdesshëm dhe thua lëvdatat më pëlqejnë, kurse kritikat si duroj dot, pas pak kohe, e dini se çfarë do të bëni? Do të thoni, ata thjesht po më bëjnë qefin. Këto dy gjëra, lëvdatat dhe kritikat, me të cilat na duhet të merremi në jetë, janë shumë të lidhura me çdo aspekt të saj. Në familje, në punë, mes miqsh, kudo qoftë, mënyra se si reagojmë qoftë ndaj kritikave, qoftë ndaj lëvdatave, është shumë e rëndësishme. Është e qartë se ne duhet të mësojmë se si t'i trajtojmë kritikat, por nuk duhet të lëmë pas dore edhe lëvdatat. Por si duhet t'i trajtojmë lëvdatat? Më lejoni të përmend 2 ose 3 gjëra që mendoj se do t'ju shërbejnë ashtu siç e thash edhe në fillim. Dëshiroj që të uleni dhe të merrni një vendim. Do ta trajtoj këtë gjë kështu. Nuk ka rëndësi se nga vjen. Kjo është mënyra se si unë do të merrem me të. Dhe unë mendoj se nuk keni për të reaguar gjithmonë në këtë mënyrë. Nëse ndodh të lëndohesh nga kritikat e dikujt, mos i hidh poshtë. Por në fillim pyet veten, a kam nevojë të dëgjoj këtë gjë? Le të flasim për lëvdatat dhe për mënyrën se si duhet t'i trajtojmë ato. Mendoj se kjo është gjëja e parë dhe më e rëndësishme. Kur dikush ju lavdëron, duhet të thoni: "Faleminderit shumë, e vlerësoj jashtëzakonisht." Dhe qeshni kur e thoni këtë. Mjafton kaq. Nuk keni përse të jepni shpjegime. Kur dikush thot: "Dukeni një mrekulli sot." Përgjigjuni thjesht: "Faleminderit shumë, e vlerësoj." Çfarë tjetër duhet të thoni? Nuk keni përse të thoni ndonjë gjë më shumë. Nëse thoni: "Nuk marr shumë komplimenta", do t'ju thosha: "Shijojeni ato që merrni." Si përgjigjeni komplimentave? A përgjigjeni me një buzëqeshje të madhe në buzë? "Faleminderit shumë, e vlerësoj këtë që sapo tha." Ju nuk keni përse ta justifikoni atë. Nuk keni përse të jepni shpjegime. Nuk keni përse të thoni: "Kam punuar shumë për këtë."
nuk keni përse të jepni asnjë nga këto shpjegime. Dhe e dini çfarë? E vërteta është se njerëzit nuk duan t'i dëgjojnë këto shpjegime. Nëse të jam afruar dhe të kam thënë, ke bërë një punë të mrekullueshme me këtë, dhe thjesht doja të të thoja se jam vërtet krenar për ty. Gjithçka që duhet të thuash është, faleminderit shumë. Unë nuk dua të më japësh asnjë shpjegim. A e di pse? Sepse unë e kam menduar tashmë. Nuk ka përse të më japësh asnjë shpjegim. Unë po të përgëzoj, sepse kam menduar për këtë. Më pëlqen ajo që ke bërë ti. Duhet të them që ke bërë një punë të mrekullueshme. Kaq mjafton. Diçka tjetër që dua t'ju mësoj për mënyrën se si ti pranoni lëvdatat është të kërkoni për cilësinë e karakterit tek ai person që ju ka bërë një kompliment. Bëjeni vetes këtë pyetje. Çfarë e shtyu atë person të më përgëzonte në një mënyrë kaq të veçantë? Dhe ndonjëherë mund të ndodhë që një person në urimet dhe lëvdatat që bën shpreh diçka që ka ndodhur në jetën e tij, ndoshta një dështim ose diçka që e ka mësuar duke parë se çfarë keni bërë ju ose se si e keni bërë. Vetëm pyetje veten, cili është personi që arriti ta shikonte këtë gjë në jetën time? Dhe kështu fillojmë të mësojmë të dallojmë se si mendojnë njerëzit dhe pse. Por ka edhe një përgjigje tjetër që mendoj se është e rëndësishme dhe se duhet ndar me personin që ju lavdëron. Kjo ka të bëjë me mënyrën se si ka ndikuar tek ju kjo lëvdat. Për shembull, nëse dikush më thotë, këtë mëngjes ndihem vërtet i bekuar dhe ajo që më the ti më ndihmoi shumë. Unë i përgjigjem, faleminderit shumë, e vlerësoj që ti e ndave këtë me mua. Dua të them që kjo më inkurajoi shumë. Nëse do të mendoni për jetën e krishterë, gjithçka ka të bëjë me të dhënit dhe të marrit, të dhënit dhe të marrit, të dhënit dhe të marrit. Më vjen keq për njerëzit që vetëm marrin dhe marrin. Ata nuk janë vetëm marrës, komplimentash, lëvdatash, gjërash, parash dhe shumë gjëra të tjera si këto. E dini çfarë? Ata e kanë futur mendjen në një situatë shumë të trishtueshme. Është shumë e rëndësishme që ne të japim veten tonë, mendimet tona, ndjenjat tona për njerëzit, t'ju shprehim dashurinë, mirënjohjen, shqetësimet tona. Nëse një person e shikon këtë vetëm në një ka dhe gjithçka ndodh sipas mënyrës së tyre, nuk do ta kuptojnë ndonjëherë kuptimin e vërtetë të dashurisë. Nuk ka dashuri pa komunikim. Nëse nuk di ti pranosh kritikat dhe të përgjigjesh në mënyrën e duhur, nuk ka për të patur asnjëherë një dashuri të qiltër në jetën e tij. Tani dua t'ju jap dy fjalë që kanë të bëjnë me pranimin e lëvdatave. Kthe dhe ridrejto. Këtë duhet të bëni kur ju bëjnë lëvdata. Kthej dhe ridrejtohi. Çfarë dua të them me këtë? Më lejoni ta shpjegoj, sepse ndoshta do të thoni, kjo duket kontradiktore me atë që keni thënë më sipër. Ju thatë, kur dikush ju bën një kompliment apo ju përgëzon, thjesht pranojeni dhe thoni faleminderit shumë. Tani më dëgjoni me kujdes. Kur njerëzit të lavdërojnë, një nga gjërat më të mençura që mund të bësh është të thuash faleminderit atë. Kështu sido që ta thuash, ti e ke lënë lëvdatën që të shkojë nga ty tek Perëndia. Ti nuk e përse ta thuash këtë gjë me zë të lartë. Ajo që dua të them është një njohuri e menjëhershme se çfarëdo që ka ndodhur, ti duhet vetëm të falenderosh Perëndin për të. Çfarë ndodh më pas? Ti nuk do të bëhesh asnjëherë fotull në jetën tënde për aq kohë sa do të dish se si ti ridrejtosh me çiltërsi këto komplimenta dhe lëvdata tek personi që ti e ndjen se i takojnë. Sepse në të vërtetë nuk e di se kush je ti dhe se me çfarë merresh, por mund të them këtë gjë. Ti nuk mund të bësh asgjë nga vetja jote. Kështu, qoftë në shtëpi, në punë apo tjetër kund, mënyra e dur se si ti trajtosh lëvdatat është i pranosh dhe të thuash faleminderit shumë. Mënyra e dur është të thuash cilët janë këta njerëz që arritën ta shohin këtë gjë në jetën time. Mënyra e dur është ti kthesh, ti ridrejtosh dhe ti ndash me njerëzit e tjerë. Pra, qoftë në shtëpi, në punë ose në shërbes, është e njëjta gjë. Kur jemi të aftë, ti marrim lëvdatat dhe ti kthejmë tek personi që i takojnë,
qoftë ky burri, gruaja, fëmijët, prindrit apo njerëzit me të cilët punojmë, po veprojmë si një besimtar i vërtet. Faleminderit shumë, e vlerësoj jashtëzakonisht. Më ke inkurajuar shumë dhe dua të them se sa më njohës jam për njerëzit që më kanë ndihmuar. Dua të falenderoj për të gjitha këto gjëra. E di çfarë po bën në këtë mënyrë? Po tregon një shembull të bukur se si Perëndia na aftëson për të ndërtuar dhe inkurajuar me anë të lavdërimit, duke na mbrojtur në të njëjtën kohë nga krenaria, arroganca, egoizmi dhe egocentrizmi. Na mbron nga shkatërrimi me anë të lavdërimit të sinqert të dhënë nga njerëzit. Ti mund ta shkatërrosh një person me anë të lavdërimit të sinqert, nëse ata nuk dinë se si të merren me të. Nuk ka rëndësi kush je, apo në ç'rrethana gjendesh. E rëndësishme është të mësojmë se si të merremi me kritikat, pavarësisht se nga vijnë. Në qoftë se mësojmë se si ti trajtojmë lëvdatat, pak rëndësi ka se nga vijnë ato. Ja se çfarë ndodh. Të dyja janë elemente të rritjes në jetën e krishterë. Të dyja na aftësojnë të rritemi në ngjashmëri me Krishtin. Perëndia do t'i përdor edhe një. Perëndia do t'i përdor si kritikat, ashtu dhe lëvdatat për të na rritur dhe bërë burra dhe gra të perëndishëm. Le të lutemi së bashku. O Atë, ne të duam, të lavdërojmë dhe të falenderojmë dhe e dim se ne nuk mund të marrim frymë pa ty. Ne nuk kemi asjet dhe as fuqi jashtë mëshirës tënde. Ne nuk kemi asgjë pa ty. Të detirohemi ty për gjithçka. Të jemi mirënjohës që je kështu. Të lutemi o Atë që të na tregosh se si të sillemi me njerëzit e tjerë. Si ti duam, si të marrim dashurinë e tyre, si ti motivojmë dhe inkurajojmë që të bëjnë më të mirën në çdo fushë të jetës që ka nevojë për përmirësim. Gjithashtu Atë, na aftëso që të dim se si ti presim lëvdatat dhe ti ndajmë me ata që i meritojnë. Por më shumë se gjithçka, të pëshpërisim me një mirënjohje të sinqertë. Faleminderit, faleminderit dhe faleminderit o Atë. Ne lutemi në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Lutja është një formë inkurajimi. Ajo na nxit që të bëjmë më të mirën. Dr. Stanley na shpjegoi sot se kur marrim një kompliment, duhet ta pranojmë me mirësjellje dhe të bëjmë edhe ne të njëjtën gjë me të tjerët. Lëvdatat e tepërta nga të tjerët mund të na shtyjnë të bëhemi krenar dhe të vetkënaqur. Në letrën e parë drejtuar Pjetrit, kapitulli 2, vargjet 9 deri në 12 lexojmë: Por ju jeni një popull i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar që të shpallni mrekullitë e atij që ju thiri nga teri në dritën e tij të mrekullueshme. Ju, që dikur nuk ishit një popull, kurse tani jeni populli i Perëndisë. Ju, dikur të pamëshiruar, por tani të mëshiruar. Shumë të dashur, unë ju këshilloj si të huaj dhe shtektar, të hiqni dorë nga lakmit e mishit, që luftojnë kundër shpirtit. Silluni mirë ndër jo hebrejt, që aty ku do t'ju padisin si keqbërës, të përlëvdojnë Perëndin ditën e ardhjes së tij, për shkak të veprave tuaja të mira. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valetëungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Shprekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.